është një rezultat i pritshëm. Sigurisht gjithë kemi prit që ka me shku dhe në 7 ndeshje, ndoshta edhe do të shkoj, mirë po të e po kualitetet që i ka për momentin Trepça, edhe ambizjet që i ka pas dhe më thëmë pe fillimit, edhe është prit që Trepça tjetë në finale, po bashkimi me një punë që në ka bo, me një organizim që në kanë arritë edhe ata që ta konsolidojnë faktikisht ekipën edhe të mbrinë aty ku janë sot. Dhe më thëmë 2 finalistë të merituar. Sa i përket ndeshjeve, rrjedhët do t'i komentojmë gjatë. Do t'i komentojmë pas. Valentin, sa po të pëlqen këto finale midis bashkimit edhe Trepçës, basketbolli në përgjithësi, i cili po zhvillohet, atmosfera? Përbes knatësi, mu knaq edhe 2 skuadra të pritura dhe në emisionet paraprakës që kemi diskutu, thuja se në kanë dalë sondazhet, themi ashtu. Parashikipet. Edhe me të vërtet knatësi aq ma shumë kur që Kranes punqohen, kur isha tifaz plot salla, dhe më thonë, ajo është knatësia, ajo është bukuria e basketbollit. Kjo pjesa tjetër, pastaj po shihet që kush është mentalisht më i fortë, është të dominu. Bashkimi i ka pas gjitha atributet për me dominu, po mentalisht nuk i shfrytzuan ato. Mendoj unë, prapë gjithmonë për mendimit tem, për prizmit tem, edhe po prapë gjithçka është e hapur. Gjithçka e hapur. Okej, kemi